Mirë më gjas dhe njëherë. Po jo dëgjoj. Cilat janë 3 të fundit që vinë nga veriu Mitrovicës? Për dallim për herës së parë, kur u lajmëruam nga Mitrovica Jugut, kësaj radhe jemi duke u lajmëruar nga Mitrovica e Veriun, këtë rast pranë shkollës teknike, ku pak minuta më parë kanë përfunduar edhe procesi i votimit nga anëtarët e listës serbe, të cilët tradicionalisht fillimisht janë mbledhur tek selia e tyre që gjendet në sheshin Car Lazar këtu në Mitrovicë të Veriut, dhe më pas kanë vazhduar gjithë së bashku përfshir kryetarin e kësaj partie Zlatan Elek, po ashtu edhe deputetët të cilët kanë qenë në legjislaturën e kaluar, përfshir këto Igor Simic, por edhe qytetarët e tjerë nga komuna Mitrovicës së Veriut dhe zonës përreth, të cilët pasi janë mbledhur tek selia tyre, kanë vazhduar fillimisht tek shkolla Sveti Sava që gjendet pak metra tutje, ku aty ka shfrytzuar të drejtën e tij për të votuar kryetari i listës serbe Zlatan Elek, derisa pas votimit është prononcuar shkurtimisht për media, ku ka thënë që sot është një ditë e madhe për demokracinë dhe ka ftuar gjithë qytetarët e komunitetit serb që të dalin të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, një drejtë kjo sipas tij kushtetuese dhe e cila nga votimi i tyre do të varet edhe se cilët do të jenë përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Kosovës, për legjislaturën e ardhshme. Derisa pasi ka përfunduar deklarimin, një pjesë e masës ka vazhduar këtu tek shkolla teknike, prej ku po flasim edhe tashti, ku ka votuar ish deputeti Igor Simic dhe disa përfaqësues të tjerë, përfshir edhe kryetarin e Mitrovicës së Veriut Milan Radojević, dhe të njëjtit pasi kanë përfunduar procesin e votimit, edhe është deklaruar shkurtimisht këtu Igor Simic, i cili ka thënë pak a shumë ato çfarë ka thënë edhe kryetari i listës serbe Zlatan Elek, ku fillimisht ka uruar për një proces të qetë dhe të mbar në krejt territorin e Kosovës, derisa ka theksuar po ashtu që pret që gjithë qytetarët e këtij komuniteti të dalin dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur 10 përfaqësuesit e ri në kuvendin e Kosovës, meqense 10 pozita në kuvendin e Kosovës janë të dedikuara për komunitetin serb. Derisa gjatë kohës sa ka pritur, meqense e përmendëm edhe më herët, që ka pasur floks, meqense të njëjti kanë ardhur në formë të organizuar, gjatë kohës sa ishte duke pritur në korridorin e shkollës prapameje, gjatë kohës sa priste që të vinte rendi, vetë Igor Simic ka ndihmuar qytetarët serb për t'ja gjetur se në cilën shkollë ka për të votuar, meqense kishte qytetarë të komunitetit kryesisht moshë shtyr, të cilët nuk e dinin se ku kishin për të votuar, dhe zoti Simic i asistoi duke u marrur let njoftimi dhe duke shikuar në sistemin online se në cilën shkollë kanë për të votuar. Derisa gjithçka edhe votimi tyre, por edhe deklarimi ka shkuar qetë dhe pa ndonjë probleme, qense këtu ka edhe pjesëtarë të policisë të Kosovës, sikurse edhe në afërsitë të gjitha qendrave të votimit këtu në Mitrovicë të Veriut, por edhe në Veriun e Republikës së Kosovës, që po përkujdesen që gjithçka të shkojë qetë dhe pa ndonjë ekses.